Në 18 nga 38 komuna do të zhvillohet gara e balotazhit për kryetar të komunave. Fushata zyrtarisht nis që nga e hëna dhe siç paralajmëron zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ajo do të zgjasë 6 ditë para hapjes së qendrave të votimit. Gjatë periudhës prej më shumë se 6 ditësh, nga 3 nëntori deri në momentin e hapjes së qendrave të votimit më në 9 nëntor, subjektet politike dhe kandidatët do të kenë mundësi të zhvillojnë aktivitetet e tyre të fushatës zgjedhore. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme i miratuar në vitin 2023, fushata përfundon me hapjen e qendrave të votimit në ditën e zgjedhjeve. Kështu, njësoj si në zgjedhjet e mbajtura më 12 tetor, dita e shtunë nuk është ditë heshtje zgjedhore. Ndonse fushata zgjedhore është parapartë të nisë nga e hëna, aktivitetet e fushatës, subjektet dhe kandidatët i kanë nisur më herët. LVV-ja të shtunën ka mbajtur tubim në Prishtinë, ndërsa kandidati i LDK-s për Prishtinë Përparim Rama e ka postuar një video të sponsorizuar në Facebook ku promovon punën e tij. Rregullat zgjedhore nuk vlejnë fare për këtë periudhë. Zëdhënësi Valmir Elezi në një intervistë për Ekonomia Online theksoi se ligji për zgjedhjet u jep obligim subjekteve e kandidatëve që nga 3 deri më 9 nëntor të shmangen nga gjuha e urrëties, si dhe i detyron të zhvillojnë fushat në frymë të respektit. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme ka përcaktuar një sër veprimesh të ndaluara për subjektet politike, kandidatët dhe mbështetësit e tyre. Këto ndalesa lidhen kryesisht me mospengimin e fushatës së kundërshtarit politik dhe ndalimin e rrept të kërcënimeve si dhe dhunës së gjatë procesit zgjedhor. Në përgjithësi, sipas ligjit, fushata duhet të zhvillohet në një atmosferë të qetë, të respektueshme, demokratike, pa gjuhë-urrëtie, pa friksime dhe e distancuar nga çdo formë dhune. Balotazhi do të zhvillohet në Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjilan, Gjakov, Mitrovic të Jugut, Fushkosov, Vushtri, Suhari, Krahovec, Klin, Dragash, Kaçanik, Viti, Obilic, Mamush, Junik e Klokot. KQZ-ja ka njoftuar po ashtu se votuesit me zotësi juridike që nuk mund të dalin nga shtëpitë e tyre për të votuar personalisht në vend votim për shkak të paaftësisë fizike, shëndetësore apo çfarëdo paaftësie tjetër, duhet të regjistrohen për votim më së largu deri më 4 nëntor.